Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shkruan histori në futboll, një hap larg kualifikimit për finalet të botrorit 2026. Triumfojnë me përmbysje spektakolare 3-4 ndaj Slovakisë në Bratislav. Ndeshja nisi keq për dardanët, të cilët pësuan gol që në minutën e 6 nga Martin Valjen. Reagimi i Kosovës ishte minjëhershëm. Veldin Hoxha barizoi shifrat në minutën e 31. Первой минуте счет становится и сборная Косово. Në fund të pjesës së parë, Lukas Haraslin riktheu përsin për Slovakin 2-1 duke dërguar skuadrat në pushim në avantazh për vendasit. Në pjesën e dytë, Kosova dominoi plotësisht. Pisnik Aslani barazoi me rezultatin 2-2 në një super gol, ndërsa Florent Muslia përmbysi gjithçka në minutën e 60 për 3-2. Fitoria u vullos nga Kreshnik Hajrizi në minutën e 72 duke çuar shifrat në 4-2. Vendasit shënuan golin e tretë në minutat shtesë, por pa mundur të përmbysë rezultatin. Me këtë fitore Kosova u kualifikua në finalen e play-offit për të kërkuar një bilet në kampionatin botror në futboll. Kosova do takohet me Turqinë në finalen e play-offit të martën më 31 mars në Prishtinë, e cila mposhti Rumaninë me rezultatin 1-0. Përzgjedhësi kombëtares Kosovës, Franco Foda, shprehur i lumtur me fitoren e Kosovës kundër Slovakisë. Bëm një lojë të bukur për tifozët pasi u shënuan 7 gola dhe jam i lumtur për skuadrën time që shënoi 4, por i pranuam 3, tha Foda. Strategu gjerman tha se tani duhet të mendohet për finalen e madhe të play-offit kundër Turqisë. Do të nisim të përgatitemi për kundërshtarin e radhës, në shtëpinë tonë, me këtë publik, me këtë atmosferë, shpresojmë se do të fitojmë, deklaroi Foda pas ndeshjes. Trajneri i Slovakisë, Francesco Calzona, pranoi humbje dhe tha se është i zhgënjur, por nuk pati ankesa për ekipin e tij. Jam shumë i zhgënjur, është dashur ta menaxhoni më mirë ndeshjen. Bëm pa gabime, por nuk kam ankesa për ekipin. Lojtarët bën më të mirën për të marrë rezultatin pozitiv, tha ai pas ndeshjes. Ndërsa media slovake u treguan kritike me ekipin e tyre, u shembën si një shtëpi prej letrash, shkruhet mes të tjerash. Aktualitet. Kosova godet strukturat e spionazhit serb. Ministri i Mbrojtjes Eyüp Maqedonsi tha se Agjencia e Inteligjencës Kosovës ka bërë punë të mirë në goditjen e spionazhit serb dhe luftës hibride. Ai tha se është hera e parë që nga pas lufta në Kosovë, që goditet në mënyrë të organizuar dhe gjithëpërfshirëse rrjeti i spionazhit serb. Ministri i Mbrojtjes tha se lufta në këtë drejtim nuk ka përfunduar, pasi sipas tij Serbia nuk do të ndalet në përpjekjet e saj për destabilizimin e Kosovës. Maqedonsi tha se Serbia me luftën hibride të mbështetur dhe nga Rusia ka synim të vënë në pikpyetje shtetësinë e Kosovës dhe funksionimin e institucioneve të saj. Lufta hibride e Serbisë e mbështetur nga Rusia ka spori synim që të vënë në pikpyetje shtetësinë e Republikës së Kosovës, vënë në pikpyetje aftësinë e institucioneve të Republikës së Kosovës për të qenë funksionale dhe të qëndrueshme. Pra, gjitha këto dezinformata, gjitha ato lajme të rreme, pikspori kanë pasur në paraqesin institucionet tona të paafta për të funksionuar, dhe kjo bëhet normalisht përmes shpërndarjes së informacionit, por lajmeve të rreme, duke i paraqitur informacionet, në fakt institucionet tona armiqësore në raport me komunitete të tjera, veçanërisht me komunitetin serb. Përplasjet mes vetëvendosjes dhe presidentes Osmani dërgohen sërish në gjykatën kushtetuese. Kreu i shtetit është drejtuar gjykatës për të sqaruar çështjen e emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dilema kushtetuese sipas kabinetit të presidentes Osmani është për shkak se partitë kanë bërë më shumë propozime se sa parashek kushtetuta. Presidenti Osmani i është drejtuar gjykatës kushtetuese lidhur me këtë çështje. Sapo ta marrë përgjigjen do të vijohet me emërimin, thuhet në reagimin e kabinetit të presidentes. Partia Demokratike e Kosovës kritikon qëndrimin e mbajtur nga presidenti Osmani për emërimin e anëtarëve të KQZ-s. Antari kryesisë të Partisë Demokratike të Kosovës, Betim Gjoshi, tha se mos emërimi i anëtarit të dytë të PDK-s në KQZ është cënim i kushtetueshmërisë, demokracisë dhe i zgjedhjeve nga ana e presidentes Vjosa Osmani. Sipas tij, pshehja pas referimit të çështjes në gjykatën kushtetuese është dëmtimi i qëllimshëm i përfaqësimit të PDK-s në KQZ dhe i dobësimit të rolit të opozitës në këtë fazë kritike politike për Kosovën. Presidenti Osmani, në shkresën e datës 9 mars, drejtuar kryetarit Bedri Hamza, ka kërkuar që të propozojë me shkrim kandidatët për anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra, jo propozimin e një kandidati, siç e ka emëruar tani, po të kandidatëve në shumës. Prandaj ajo ka përgjegjësi që para qytetarëve të sqarojë se çfarë është hyrje që në momentet e fundit të tërhiqen nga rruga kushtetuese dhe ligjore e emërimit të anëtarit të dytë të PDK-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri dorëzoi në Ministrinë e Tregtisë propozimin për marrjen e masave urgjente për përballimin e situatës ekonomike në vend pas rritjes së çmimit të karburanteve. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusari Lila e kundërshtoi propozimin e shefit të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri për heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe aksizës në hidrokarbure. Megjithatë, ajo deklaroi se kërkesa e opozitës për task force do të mbetet prioriteti i qeverisë. Nuk e konsiderojmë si opsion, por për cilin e situatës në të cilin çmimi i importuar nuk e kalon çmimin tavan i cili është 12 cent në pakicë dhe 2 cent në shumicë. Për situata më tutje mbetet të shihet. Pajtohen plotësisht në dy propozime tjera, të cilat ishin pjesë e letrës së deputetëve të opozitës në këtë rast, në të cilin sa i përket rezervave strategjike dhe koordinimit ndërinstitucional dhe bashkë me sektorin privat. Kosova kujton 27 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Presidenti Vjosa Osmani zhvilloi omazhe pranë pllakës përkujtimore dhe memorialit të ushtarëve të rënë të NATO-s në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Më 24 mars 1999, përballë një tragjedie njerëzore nga veprimi genocidal i Serbisë, Aleanca ushtarake më e fuqishme e botës demokratike ndërmori veprime vendimtare për të ndalur mizorinë e regjimit kriminal. Ky është një akt që i dha fund një epoke të errët dhe hapi rrugën drejt lirisë dhe paqes, shkruan Vjosa Osmani. Ajo shtoi se liria dhe paqja kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm dhe se në momentet vendimtare veprimi është ai që përcakton historinë. Apelit në këtë përkujtimore ju bashkua dhe presidenti Begaj, ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.